Aktori dhe producenti i njohur shqiptar, Ermal Mamaçi, ka tërhequr sërish vëmendjen e publikut, këtë herë jo me një projekt artistik, por me një metodë të veçantë edukimi për djalin e tij 13 vjeçar. Ai ka zbuluar se i ka dhënë atij një kredi simbolike, si një mënyrë për ta mësuar që në moshë të vogël me përgjegjësinë financiare dhe menaxhimin e parave. Sipas Mamaçit, ideja nuk ka të bëjë thjesht me dhënien e një shumë parash, por me krijimin e një ndjenje detyrimi dhe disipline, duke e mësuar të birin se çdo përfitim ka edhe përgjegjësi. Aktori ka theksuar se synon që përmes kësaj metode ta përgatisë për jetën reale, duke i mësuar vlerën e punës, kursimit dhe planifikimit. Kjo qasje e pazakontë ka ngjallur diskutime në rrjet, ku disa e kanë vlerësuar si një mënyrë moderne dhe praktike edukimi, ndërsa të tjerë e kanë parë si një metodë strikte për një 13 vjeçar. Megjithatë, Mamaçi mbetet i bindur se edukimi financiar duhet të nisë herët, në mënyrë që fëmijët të rriten të ndërgjegjshëm dhe të pavarur. Me këtë veprim, ai ka hapur një debat të ri mbi mënyrat bashkëkohore të rritjes së fëmijëve dhe rolin e prindërve në përgatitjen e tyre për sfidat e jetës.